Po Valon, në mes të Mongolisë. Flamuri i Kosovës ndodhet në hyrje të sallës ku mbahet festivali Muza e Shenjtë në kryeqytetin mongolez. Ky veprim i shtetit që se ka njohur ende Kosovën e bëri të ndjehet mirë aktorin kosovar Mentor Zymberaj, i cili ishte konkurrent në këtë festival me shfaqjen Aktori në kuti. Por atje Zymberaj nuk u nderua vetëm me flamur. Aziatikët e shpërblyen atë me çmimin aktori më i mirë në konkurrencën e monodramave. E pas 2 ditëve, kur bashkë me trofeu kthye në Prishtinë, Zymberaj u pa në qejf të madh. Çmimi si çmim është nder i madh, është nder i madh edhe prezantimi jon atje. Në konshizë rastin kam selektu 3 prej shfaqjeve më të mira mongoleze të monodramë që kam pa. Ky çmim që Zymberaj t'u dhurua në ditën e teatrit ka një rëndësi jo vetëm për to. Nuk na ka nderuar vetëm neve si krijues dhe si bashkëpunëtor, po edhe shtëpinë teatrore filmike, po e ka nderuar skenën kosovare, ka nderuar artistat e Kosovës, ka nderuar artistat shqiptar. Se çmimin ia dedikon vendit dhe njerëzve të tij. Aktori nga Kosova e tha edhe në momentin kur e mori në duar Muzën e Shenjtë. For my people and especially for the youngest state in the world, Republic of Kosovo. Thank you, Mongolia.